Pastor Akilpano gëzuar. Gëzuar, kënaqësi vërtet. Ka ardhur Zoti në kishën tuaj, kisha Ungjilli i Krishtit. Të ka sjell Zoti. Se dëgjohet sikur the më ka hedhur Zoti. Po kush ndryshimi se më është fiksuar. Po nga shqipja. Më është fiksuar nga një këngë e Roberta Liajt para disa vitesh që titulloi Ah ku më hodhi Zoti dhe kishte fjalën për Shqipërinë. Mirë, atëherë unë ndërhiqem. Se argumenti ju është shumë i fortë se sa që unë do thoja. Në këtë rast, kjo metaforë nuk mund përdoret për Zotin, kështu që të ka sjell Zoti. Më ka sjell. Mirë se vjen. Mirë se të gjeta. Vera e kuqe mund të pihet në kishë apo jo? Ne në fakt e pim çdo ditë. Çdo ditë në drekë. Çdo të diel. Çdo të diel. Po nuk e pim për kënaqësi apo për të dehur apo për qiuar verën. Fruti i hardhis, siç njihet dhe ndryshe në shkrimin e shenjtë, është personifikim dhe emblem e gjakut të Krishtit. Kur është brenda projeksionit të një komunikimi shpirtëror, pra ku ka lutje, adhurim dhe kur në thelb të përbashkësisë mes besimtarëve ndahet ajo që ne njohim si komunion ose darka e shenjtë. Darka e shenjtë që është kujtimi i darkës së fundit që Krishti ndan me discepujt e vet. Darka e fundit që është. Tani kjo është darka e fundit dhe ka një rëndësi të jashtëzakonshme në besimin e krishterë, sepse në thelb ndodh pikërisht disa orë përpara arrestimit të Krishtit, përpara vuajtjeve të mëdha, kryqëzimit të tij, vdekjes dhe ringjalljes së tij. Darka e fundit se ti, po darka e parë e jotja me Zotin kur ka qenë?